Fol kushëri. Dil ku po do me dal. Baci Azem më ka qu me fol për qatë problemin që e keni të bunari. Edhe? Me ja bo dyqysh e me ja lidh kryt kësaj farpune. Fatmir, na jemi në tokë tunë. E baba na ka palon amanet kur të na shterë bunori që e kem në rrezet molit në qatë vend me qelë një bunar. Ismet, unë fort të mirë po të kuptoj ty. Po edhe Baci Azem e ka zërë. E do të me dalë edhe nanën në tina. Me arë dikush e me ta qelë me njëherë në rreth bunorit tanë. Qysh ishe një ti? Për qef, nuk jam shku me qelë aty o burë. Po zorim ka qu, se janë mytë rëbnimi të bojt uj. E qarës kam pas pa shku me qelë në atë vend një bunar. Kjo toka jonë, a shumë e zëshme për uj. E di, po do të më nalë e me këqyrë, e qëfar zgjidhjet mirë mujna me vonë. Zgjidhja ma mirë është që kjo. A i bunorin e vetë, e na bunorin tonë. Ismet, nuk kryen këto punë. U ko mirë me nru venin e bunorit, e me këqyrë pak ma anash, e jo ofër bunorit. Fatmir, po më duket edhe ti pas ke dalë në kratë tina, e këto punë nuk bonë qështu. Une nuk jam as ka aj e as ka ti. Unë jam të mënu me zgjetë një zgjidhje o burë. Zgjidhja është, mos të më vinë më pengu të bunori, se Zoti e di çka mundet me ndodh aty. Duhet më mënu për mirë, se keq bëhet shumë shpejt. E për qita, po tham edhe unë, se e zatët e më rrugë avnien, e ko gjaron na fuli. Avnia? Po bashaj, bile, veç iku, se keq ka thejet me trimin. Moni më re burra, se nuk bëhet që të dy shpi me orën këtë pikë.